largimet, për disa ishën papritura, për disa ishën të pritshme, por që më shumë bën habit tek njerëzit e thjesht prurjet e reja. Pra njerëz të panjohur që hyjnë në qeverinë Rama, thjesht si kulla të njëshit, të cilët ai përdor sipas mënyrës vet ose sipas çefeve të veta. Dhe në një shoqëri e cila është lënë pa teatro, është lënë pa kulturë, i është dhënë droga opsion në vend të arsimimit. Në një vend ku nuk ka më drejtësi, nuk ka më aktivitete sportive për të rinjt, ti mund të gjesh pafund njerëz që mund të vinë të firmosin për ty. Pra këta njerëz sot, siç ka firmos Belinda, Piro Vengu, Samir Tahiri, Beliaj, Olta Xhaçka, Elisa Spiropali, Manesterliu e tjerë, do vinë të firmosin pafund. Në një shoqëri që ti e degeneron me qëllim, do ketë hajdut të gatshëm për të firmosur për ty, mjaft që ata të marrin pjesën e tyre, do e bëjnë burg një vit apo 2 vjet. Por që kjo në të madhen, në të përgjithshmën e saj është thjesht tentativa e fundit e Ramës, i cili duket edhe nga fjalori që ishte i vakët, i mbushur edhe me mbledhje dhe me urrejtje, por edhe me një lloj akuze indirekte, i flisë edhe shumë subkonscienca Ramës, që nuk përshtatet as e folë Ramës me veprimin që mori në darkë, ishte një mos kishte një diskordancë në asaj që thoshte se që veproi, por që është thjesht tentativa që Rama të marrë kohë.